Zbardhet pas 10 muajsh vrasja e 19 vjeçarit Paulin Preka në shtëpinë e tij në fshatin Guciere në Shkodër. Policia e këtij qyteti ka vënë në pranga 2 autorët e dyshuar të kësaj ngjarje. Bëhet fjalë për 20 vjeçarin Claudio Lisaj dhe 43 vjeçarin Vasel Koçeku, ndërsa këto janë momentet e arrestimit të tyre. Sipas hetimeve policore, në bashkëpunim me njëri tjetrin, këta 2 persona kanë vrarë të riun Paulin Preka, ndërsa dyshimet e para janë pas një konflikti. 19 vjeçari u gjet pa jetë në oborrin e banesës nga xhaxha i tij. Ky i fundit njoftoi edhe policinë për ngjarjen, ndërsa pas krimit u shoqërua në polici fqinje familjar të riut. Preka kishte marrë një plumb në kokë, çka i shkaktoi edhe vdekjen. Ai jetonte vetëm me të atin në zonën e Dukagjinit, ku merreshin edhe me blegtori, ndërsa shpesh zbriste në shtëpinë e tij në Guci të Re. Ai nuk njihej si person problematik në zonë, ndërsa në kohën kur ndodhi ngjarja, vrasja e tij konsiderohej e mistershme.